Zonja dhe zotrin, sot do të hapim një çështje mjaft të ndihshme e cila ndikon për çdo ditë në marrëdhëniet tona. Madje për këtë gjë edhe studimet kanë treguar se perceptimet në komunikim në mes të grave dhe burrave shpesh herë thuhet se janë realitete, por me raste thuhet se janë edhe stereotipe. Por sa e vërtet është kjo dhe a janë këto perceptime me të vërtet realitete apo stereotipe për ta zbërthyer këtë gjë edhe për ta shuar këtë dilemë, unë në studio kam ftuar psikologën klinike, zonjën Ibelinda Halili, të cilës tani më vetëm do t'ju uroj mirëseardhje. Zonja Halili, faleminderit fillimisht që ke ndarë kohën të jeni sot me neve në studio edhe të trajtojmë domethënë këtë temë që me të vërtet shpesh herë ngjall edhe nxit debat, por do të përpiqemi, shpresoj gjatë minutave në vazhdim që t'ja japim një kuptim. Faleminderit për ftesën lume, është shumë kënaqësi me u rikthy me juve bashkë dhe me diskutu gjërat cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për mjedisin ku jetojmë ne. E tema që sapo e paralajmëruat ju ka një impakt, po themi global, jo vetëm në vendin tonë. Që stereotipet gjinore janë ndoshta bazë e tyre, janë paragjykimet për rolin, për karakteristikat dhe për mundësitë që mund të ketë një gjini e caktuar. Çdo ditë pra ne dëgjojmë dhe flasim për këtë çështje edhe natyrisht se përpiqemi ta kuptojmë njëri tjetrin. Por sa është e vërtet, zonja Halili, kjo gjë që sapo e thatë? Pra, kjo gjë është realitet apo thjesht është një stereotip? Sepse të dy gjinit, po t'i marrim, secila e jep atë këndvështrimin e vet. Po nga ana klinike, si do ta përkufizonit kjo? Lume më parapëlqej me e diskutu problematiken ndoshta në thelb të saj, edhe me adresu jo për me targetu njërin ose tjetrën gjini, po thjesht për me vedisu komunitetin në cilin jetojmë për karakteristika që i ka stereotipi si ndoshta mas pari si nocion në aspektin e fjallës, si fjallë që ka përcakton, dhe mandej me dalë me po cilat janë problematikat në vete që i ngërthen. Sepse stereotipet gjinore ndodhin prej të dy gjinive, nuk është që ndodhin prej njërës ose prej tjetrës. Me thënë të dy gjinit kanë tendenca, për mos me thonë shumë shpesh, edhe si me thënë, i ngërthej në vete edhe në bisedimet e përdeshme, dhe mandej nuk shihet mas si problem çështja e stereotipit, po thjesht është mishëru kaq shumë në aspektin e komunikimit në baza ditore, sa që nganjëherë na duket edhe shumë e natyrshme, jo na vije si natyrshëm, për shembull, se ti je gocë dhe nuk duhet ta bësh këtë, se ti je qen dhe nuk duhet ta bësh këtë. Domethënë, neve kemi filluar dhe fëmijët tanë t'i rrisim me stereotipet gjinore, duke i privuar për shembull nga shumë gjëra që për kitazi me moshën munden me qenë gjëra shumë të lezetshme, që fëmijët kanë një interes caktun, që fëmijët parapëlqejnë me eksploru, dhe na në një farë mënyrë ja u ndërpresim që të hovin ose që të po themi fazën e eksplorative që e kanë në fillimet e jetës, duke i kufizuar ata, dhe tutje pastaj kemi të rritur persona që janë në rrit, në moshën e rritur, të cilët janë jashtëzakonisht shumë të bindur në stereotipet e ndryshme, ju vetëm në stereotipet gjinore, të cilat ju kanë ardhur ndoshta shumë natyrshëm edhe si pjesë e edukimit gjatë rritjes së tyre. Po themi nga familja, celula bazë që është për pjesën e edukimit edhe e rritjes së fëmijëve, mandej edhe në shkollë ka stereotipe të ndryshme, pastaj vazhdon jetën studentore e tjera,
pikërisht edhe duke i kufizu për shembull studentat e arshëm se ky profesion është për gjinin femrore, ndërsa ky profesion është për gjinin mashkullore e tjera e tjera. Po e cek profesionin me se kesh duke tregu pjesën e rritjes së zhvillimit se për ndryshe stereotipet gjinore ekzistojnë edhe në moshë shumë të vogël, po themi që nga ardhja njët, nga njerë dhe para ardhjes njët, prind përgatiten për gjinin e caktuar specifikisht. Po, përveç se ka bazë biologjike ky problem, pastaj na kalon në problem social dhe kulturor. E nderuar, si shoqëri, sa jemi të vetëdijshëm edhe sa po punojmë që realisht ky problem ndoshta të zbehet, sepse të zhduket madomendja se nuk ka gjas. Jo. E në aspektin biologjik është shumë e qartë pjesa. Më thënë, ti lind me i gjinis femrore ose i gjinis mashkullore, mirë po pjesa e gjinis nuk të përcakton karakteristikat e tjera që duhet ti zhvillosh sociale, po flasim, se karakteristikat biologjike, karakteristikat seksuale e tjera i kitë përcaktuara në sajt aspektit biologjik dhe fiziologjik. Edhe më parapëlqej me kuptu ato që femrat dhe meshkujt ndryshojnë në aspektin edhe të ndërtimit të tyre, të konstitucionit trupor, ndërtimit biologjik, ndërtimit endokrinologjik, ndërtimit fiziologjik, do më thënë, neve jemi njerëz, por në aspektet të ndërtimit fiziologjik dhe biologjik jemi të ndryshëm, duke filluar nga pjesa bazë jona që në langjët trupore, derisa gjenia mashkullore ka shumë ma shumë lëngjet trupore se sa gjenia femrore, dallojnë në shumë aspektet të tjera në konstitucion biologjik, mirë po në aspektin social, në aspektin e mundësive që mund të kenë një jetë, nuk e thom që janë të barabartë, por mundësi do duhet të kishin të barabarta dhe nuk i kanë. Pikërisht për shkak të stereotipeve gjinore. Po. Po këto stereotipet gjinore, dhe me thënë, po na influencojnë në perceptimin për njëri tjetrin. Por sa ndikojnë këto marrëdhënie e dashur në hajde të ndalemi tek fusha e profesioneve. Sot po shohim në botë, sepse tani vërtet kjo teknologjia po na ndihmon që të shohim në botë se sot një grua po e nget kamionin, sot një grua është pilote, sot një grua... Dëmë thënë, atë profesion për ushtron që në një kohë është quajtor vetëm profesioni burrave. Por sot, si ndikon? Edhe sërish quhen. Ka një gamë të caktuar të profesioneve, të roleve, të karakteristikave të cilat i përveshen njërës ose tjetrës gjeni. Edhe është shumë e jashtëzakonshme që, si që thatë ju, pikërisht në epokën cilën përjetojmë, që është gjithçka ekstremisht shumë dimensionet të ndryshme është jashtëzakonisht shumë potente. Edhe ti shef që ende kemi bindje, sepse pa i pas këto bindje të cilat janë puro para gjykimit, ti nuk mundesh me bo ndarësi të tilla. Edhe bindjet si koncepte sociale, po dhe si konstrukte psikologjike, jënë jashtëzakonisht vështira për me u sfidu, e lere më për me u ndryshu. Dhe ti ku shef, për shembull, që edhe në profesione tjera, jo vetëm ato që i përmendet jo, për shembull edhe degët e inxhinierisë edhe degët e mjekësisë, ti shef për shembull që studentat kur përcaktohen, pas që kam përfunduar fakultetin e mjekësisë, kur përcaktohen ta zëm në specializime të ndryshme, zakonisht
është tendencë edhe familjare, edhe vetanake, po edhe profesionale që për shembull shef se kjo lëmie ta zëm e mjekësisë nuk bën për gjinin mashkullore për shembull, ose kjo lëmie mjekësisë nuk bën për gjinin femrore, ta zëm kirurgjia ose ortopedia ose ginekologjia është stereotip pjesa e aspektit të diskriminuar gjinia mashkullore tjera. Unë mendoj që profesionet janë diçka të cilën e zhvillon individi, jo gjinia. Dhe është shumë e rëndësishme me kuptu që ky individ, cilat janë aspiratat e tij, cila është puna, cila është përgatitja dhe mbi të gjitha cila është pasioni, që e ka në një farë mënyre e ka përmbush për me studiu një profesion caktuar edhe për me ushtru ato. Nuk ka të bëj as pak me gjinin. Për ndryshe edhe në deg të ndryshme të inxhinierisë, për shembull, të inxhinierisë mekanike të tjera, shihen sikur ndoshta puro pa mundësi që një grua në rolin femror ta ushtrojë një profesion i cili parimisht është kufizuar ose i është atribuar si profesion mashkullor. Në fakt, të rolet sociale është shumë e rëndësishme me cek që na arritemi përkitazi me rolet sociale, që është shumë mirë që familjet tona na mësojnë me pas një rol social. Mirë po jo familjet me ndiku me u zhvillu paragjykime sociale. Edhe me ndihmu, me u bo një farlloj kufizime në aspektin e gjinisë dhe si të tilla këto kufizime mandej me ndërtu stereotipe gjinore në shoqërinë cilën jetojmë. Nga praktika juaj e përditshme, a keni vënë re modele të dallueshme se si komunikojnë dhe dëgjojnë gratë dhe burrat? Po, moj me thonë me saksi të plot që shumë pak e hes nuk e dëgjoj njëri tjetrin. Dhe nuk e kanë as minimumin e durimit për me zhvillu një bised e cila në kuptimin e plot fjalës është bised e cila ka mundësi për me e dërgu atë komunikim në një nivel tjetër që është bashkëpunim, sepse ti kur diskuton me një person mundesh edhe me qenë i pakënaqur. Absolutisht mundesh me qenë i pakënaqur për shkak të perspektives që e ka, për shkak të mundësisë që e ka kuptu tjetrin e tjera, po nuk duhet me qenë pasiv-agresiv, nuk duhet me qenë sulmues për shembull, nuk duhet me u viktimizu në atë komunikim, nuk duhet me marrë rolin e personit të dëmtuar në atë komunikim, sepse kuptojmë që kur zhvillohet një komunikim midis dy njerëzve, dëshirë e tyne është me arrit në një konkluzion ku palët kanë me zhvillu diçka që është e përbashkët. Ta zonë një bashkëjetesë, një mundësi për me ndihmu dikon, një mundësi për me po themi profilizu ose me arrit gjëra profesionale e tjera. Nuk po e dëgjojmë njëri tjetrin, sidomos nuk e dëgjojmë aktivisht, edhe nëse e dëgjojmë vetëm pjesë cilat janë në interes vetanak, ose në qoftë se jemi të ndërtuar në bazë të këtyre stereotipeve ose paragjykimeve ose gjërave të tjera, kemi pas tendencë me u vetë mbrojtë, në thojza po them në mënyrë agresive gjatë komunikimit, me pas tendencë me akuzu, edhe me e kalu pjesën ma të bukur të dy njerëzve që është komunikimi në një po themi luftë potenciale në aspektin verbal po flas, që shumë shpesh derivon edhe me dhunë verbale, me dhunë psikologjike dhe mandej rruga cilat përcjell është edhe dhuna fizike. Po, që fatkeqësisht po e shohim edhe po dëgjojmë çdo ditë për këtë, lirisht mund të them për këtë fenomen negativ. Po përmende çka nuk duhet. A hyn kjo tek teknikat që i ndihmon një çift apo edhe nëse jo një çift, një shok edhe një shoqe ta zhvillojnë artin e të dëgjuarit edhe atë të komunikimet?
Lume është shumë e rëndësishme që njerëzit me kuptu që nuk janë të ditë me komuniku. S'po din mi komuniku nevojat e veta, dëshirat e veta, mendimet e veta, perceptimet e veta, ndoshta nga njerë edhe para gjykimet tona është shumë e rëndësishme me ullë dhe me i komuniku ato dhe me marrë një mendim ndryshe, me shqyrtu një mundësi për me u përmirësu. Neve zakonisht kur punojmë me persona, kur adresojnë problemet të qiftit, unë shpeshherë për mos me thonë shumicën e kohës has vetëm në problemen e të komunikuarit, nuk shumë rrallë ka probleme tjera psikologjike që janë substanciale ose fundamentale në kuptimin e dërgimit të një qifti në terapi. Zakonisht nuk din me komuniku, zakonisht nuk kanë as pak aftësi për me dëgju tjetrin, sepse duke dëgju persone që kinë kra kuptan. Më thënë, puna e parë nisë në teknika dhe ushtrime se si me zhvillu të dëgjuarit aktiv, të dëgjuarit me gjitha shqisat e trupit, jo veç me vesh, jo veç momente kur ti je i irritun me këthy përgjigje, me thonë se zakonisht kjo është okej se të gjitha gratë për shembull kanë zot lartë dhe kanë komunikim histerik, të gjithë burrat për shembull përdorin fuqinë ose dhunën ose kërcënimin për me arrit në një, këto janë stereotipet gjinore të cilat janë jashtëzakonisht të rrezikshme, sidomos kur muhabeti ka konflikt në mes personave, sepse duke cilësu një grua si për shembull histerike ose me zot lartë, ti i shton dozën e mlefit, e nxit për me pas një komunikim jo të shëndetshëm, e nxit për me qenë jo dëgjuese e mirë, por për me u vetë mbrojtë në mënyrë të pashëndetshme, në kuptimin që kur dikush po themi është kaq pak i informuar edhe cilëson në mënyrë stereotipike, ti nuk ki çka e vazhdon komunikimin. A hyn këtu edhe pjesa e emocioneve, Pa menaxhimi emocional. Mos menaxhimi i duhur i emocioneve që ndoshta edhe ngrit pastaj konfliktin. E nxit edhe e vazhdon pastaj. Vazhdon edhe e mban edhe çon në konflikte të ndryshme, në lloje të ndryshme të dhunave. Po është shumë e çuditshme që se na nuk muj me operu vetëm në aspektin logjik pa u përfshi shumë shpesh edhe pa ndje dhe shoqër që kemi emocione dhe shoqër që ndjejmë, po është shumë e rëndësishme me ditë, me kuptu veten tonë dhe pse po shqetësohesh. Është shumë e rëndësishme me kuptu pse po shqetësohesh për një stereotipi gjinor, pse po e thot dikush që gratë janë të tilla, nuk do me thënë që gratë janë të tilla. Nëse ti nuk ndjehesh e tillë, e pas zonja për shembull për të ushtruar një profesion caktuar, nuk ke nevojë të ngrisësh zërin dhe të vetë mbrohesh. Ndoshta në një farë mënyre mësimi më i mirë kishte me qenë me ushtru një profesion të tillë dinjitetshëm për të cilin je cënuar, ta zëm. Do me thonë, në këtë rast, faktikisht mund të themi lirisht se pikrisht ky mosdëgjimi i aktiv ndikon edhe në atë se si komunikojnë dy persona, në mënyrën se si komunikojnë. Por, zonja Ibe, cilat janë pra disa keqkuptime në të cilat hasin një qift, apo dhe në të cilat hasin dy kolegë pune që sjell deri tek një konflikt. Gjithmonë flasim nga praktika juaj e përditshme. Cilat janë ato keqkuptime që ndoshta mund t'i ndihmojmë t'i evitojnë për të mos ardhur deri tek një problem, të themi? Ndoshta një nga gjërat kryesore ose më të shpeshta që i has në ambientet familjare janë prap besimet jo të vërteta për rolet gjinore, se për shembull burrat nuk din me u kujdes për fëmijë, nuk din me u ushqy, nuk din me ju ndrru rrobat, nuk din me ju bë banjo fëmijëve. Është e vërtet kjo. Po nuk është as pak e vërtet. Dhe në një farë mënyrë që kjo është një prej stereotipeve më të rrezikshme që ti i shef të gjinia femërore dhe mandej pas një kohe kur e kanë fituar lodhjen psikologjike, dërmimin
në aspektin e lodhjes fizike, i gjen ulen, do me thënë, dhe i gjen duke u ankuar pikërisht për rolin të cilin ja u kanë marrë bashkëshortëve të tyre, edhe brenda shtëpisë, me punët që mujnë me ndihmu në shtëpi, po edhe me rritjen dhe mbarvajtjen e fëmijëve. Më thënë, puro në të tilla kur marrëdhënia, sjelljet, që janë pjesë e një marrëdhënie, sjelljet bazohen në besime kur sjelljet bazohen në besime të çtyne stereotipeve gjinore të gjithmonë kime pas probleme. Ose femrat janë të ngutshme, femrat flasin ma shumë se që duhet, i kanë mend të shkurta, llafet e gjata. Po, gjinia mashkullore është e dhunshme, nuk janë të ndershëm, se burrat janë të tillë, se gratë janë të tilla. Këto janë përgjithësime jashtëzakonisht të pashëndetshme. Edhe duhet mu mundu me kuptu pse kemi një nevojë për me e përgjithësu. Në momentin që ti përgjithëson diçka dhe thu që burrat nuk din me e bo, me thënë ti a priori je duke përjashtuar mundësin e të njojturit edhe të burrave që din ta bëjnë një gjë, që supozohet që është punë e shtëpisë ose punë vetëm e grave, rrobaçepsi ose gatim ose çka do qoftë, e cila është si stereotip që kjo duhet me i përkit një rolit të një gruaje, e cila nuk mund të jetë as pak e vërtet. Po du me ta dhonë edhe një shembull. Dhe po du me unis për profesionit tim. Nështë në po themi në 100 vitet e fundit, psikoterapin botërore e kanë bo edhe psikoterapin, po edhe psikiatrin, po edhe psikologjin klinike e kanë bë vetëm gjenia mashkullore. Po. Të thënë, vetëm gjinia mashkullore, emrat të ma eminent të këtij profesioni ke pas meshkuj, ndërsa sot ti ki një ndryshim drastik, një rashje në qofse po themi i referuosh organizatës botërore shëndetësore karshi me profesionet të ki rashje 1:5. Me thënë, një mashkull në 5 gra që e ushtrojnë profesionin. Edhe muj me thonë që ndoshta kur është shkru kjo statistik nuk ndoshta s'ka qenë e gjithë përfshirë në dekadën e fundit, mund t'jetë rritur numri ma shumë. Se më thënë, gjinia femrore prin në shkrimin e artikujve akademik në psikoterapi, në bërjen e psikoterapisë botërore, në pjesëmarrje në eventet që kanë të bëjnë me psikiatri, me psikologji klinike, me psikoterapi. Me thënë, është e çuditshme se sa pak jemi të informuar, për këtë arsye dhe bëjmë, për shembull, shumë paragjykime, qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektet tjera ndërgjinore, tjera. E shumë bukur e cekët jo, përderisa pilot edhe të aviacionit civil ti nuk e pas gjini femrore, ose edhe nëse ke pas ka qenë një, ndërsa tash ki graqen pilot edhe në aviacion ushtarak, madje jo vetëm në pjesën e logjistikës, por edhe në pjesën e ekzekutimit, do me thënë, për momentin në ushtrin amerikane që thirrën brigadat blu, 5 bombarderet kryesore janë goca. Goca dhe ato të reja në moshë, ma të reja se mosha 40 vjeçare. Është diçka fascinuese. Është edhe për të marrë shembull. Kjo është një temë që vërtet kërkon kohë shumë për të folur, edhe kur ke çka flet, koha vetëm na fluturon. Jemi kërrit në fund të emisionit. Edhe diçka po më intereson, domethënë që e përmendë pak më herët se do punë për shembull që kujdesja për fëmijë gjitha i takojnë vetëm grave, kur tani i bëjmë burrat ndoshta habiten edhe gjitha këto, por mua kreqa po më intereson, jemi shoqëri që ende jetojmë në bashkësi familjare.
edhe prindërit, domethënë që jetojnë me fëmijët e tyre, i takojnë moshave më të mëdha dhe faktikisht gjeneratave tjera kur ndoshta mendësia ka qenë krejt tjetër. A janë edhe ata ndoshta një faktor ndikues në këtë çështje që ndoshta i japin më tepër të drejtë djalit edhe e hudhin poshtë ndoshta këtë kërkesën e nusës ose anasjellta, në bazë të përvojës suaj praktike, si e Kjo është shene? e vërtet, po na tash nuk duhet se kur po i sfidojmë gjeneratat e vjetra për gjëra tjera, duhet me i sfidu edhe për gjëra që nuk na konvenojnë. Po unë mendoj që në përgjithësi shoqëria në Ballkan, që s'po du me qenë lokaliste veç në Kosovë, po në përgjithësi në Ballkan, po edhe unë zakonisht shkoj edhe ma tutje, në kultura orientale kanë standardet dhe dyfeshtalume. Kur ju konvenon, thojnë që nuk po moj për shkak se i kom prind këto, kur nuk ju konvenon, do me thënë, e zgjedhin këtë problem. Në raste të caktuara, në bashkësi të caktuara familjare, mundet me qenë problem, mundet me pas konflikt në mes të gjeneratave për shkak të sjelljeve të ndryshme, që ndoshta gjeneratat ma të vjetra ende presin për me pas një rend, për me pas rolin në aspektin e punëve ose të profesionit ose të marrëdhënieve me njerëz, femrat veç, meshkujt veç. Mirë po, nuk është që na nuk jemi shoqëri e zëshme edhe me i kontradiktu gjeneratat e vjetra për gjëra që na intereson neve. I kontradiktojmë edhe ato shumë thjesht. As nuk e kemi minimumin e dozës të konsideratës për shembull, kur e kemi një interes caktuar dhe jemi kogja shumë të zëshëm në këtë pjesë. Edhe tentojmë që edhe prindët tanë, gjëshrit e krejt me ndryshu në aspekt të trendit e në aspekt të gjërave tjera. Mirë po kjo shkon e dëshirueshme edhe i zhdasht me punu shumë që këtë ndryshim me ndodh bashkarisht. Jo për shembull kur na konvenon me qenë patriarkal, kur nuk na konvenon edhe do me thënë këtë pazotësi tënën, si gjeneratë e re, mja u përvesh gjeneratave të vjetra. Mirë po du me u kuptu drejt në opinion publike, ende ki familjet cilat për shembull kanë rende shtëpiake që janë jashtë zakonisht primitive mrenda atyre, por duhet me gjetë mundësi për mi eduku personat që janë të jetu në atë familje, duhet me pa edhe modele tjera, jo me mendu që modeli i familjes është i vetmi. Ky model, po themi primitiv, është i vetmi dhe nuk ka modele tjera, me nisë më u eduku për kitazi me mjedisin ku janë duke jetu. Edhe në një farë mënyre nëse ka stereotipe gjinore në atë familje, me u mundu, me kuptu pse kanë lind këto, pse i kanë këto bot kuptime këta njerëz dhe gradualisht me u zhvillu bashkë me ta, me u maturu, me u eduku që stereotipet gjinore në bërtham janë probleme vetanake të njerëzve që i trumpetojnë, sepse ti duhesh me qenë shumë i pazoti vetë në një profesion caktuar ose edhe në gjinin tënde, edhe në çka do qoftë tjetër për me e cenu një person tjetër ose një gjini tjetër. Unë po ju falenderoj jashtëzakonisht për kohën, gjithsesi për këshillat edhe për këtë bisedë mjaft të fryqme që realizuam sot në emisionin Për një botë më të mirë. Kënaqësi lume me u bashku me juve, kënaqësi me diskutu temat cilat gjithmonë i sjellni në mënyrë shumë të natyrshme, por edhe që janë jashtëzakonisht të nevojshme se nganjëherë edhe unë nuk po mund të them që harrohen, por ndoshta na ka përfshi kjo dinamika e politikës, e gjendjes ekonomike globale, luftrave, gjërave tjera dhe po harrojmë që edukimi për me pas një botë më të mirë nis pi familjeve tona, që jo mirënjohëse për bashkëpunimin që gjithmonë e krijon me ne. Falenderoj. Të nderuar miq, ndërsa dalim nga kjo bisedë me zonjën Ivelinda Halili, psikologën tonë klinike, një gjë është e qartë se komunikimi nuk është thjesht një proces fjalësh, por është një urë mes mendimeve, ndjenjave dhe përvojave tona.